Mendoj që BDI-a për mos i ikë elektorati ka mbajt vazhdimisht këtë temë mbas 3 muajve, mbas 6 muajve, kaluan 2 vite. Opozita, domethënë edhe kur nuk ka çka ofron, pra ka kërkesë për zgjedhjet parakohshme. Qeveria është e fokusuar te programi, te premtimet, te vendimet e mjekëve, te investimet në spital, investimet në arsim, tek ajo të cilën e kemi marrë përsipër për të realizuar. Pra Parlamenti ka mjaftueshëm numra, shumicë absolute dhe nuk ka asnjë arsye pra për të eksperimentuar dhe për të shkuar në zgjedhje, që të nuk kupton bllokim të proceseve, bllokim të punimeve, bllokim të prokurorimeve, të punësimeve, të vendimeve, pra nuk është në interes të qytetarëve të kemi fundit është një argjim shtesë për qytetarët e Maqedonisë. Po kjo nuk do të thotë që Vleni i cili është favorit të shqiptarët, partia kryesore të shqiptarët në anketat e fundit, që i ikë zgjedhjeve. Po mendoj që për momentin punojmë për zgjidhje, jo për zgjedhje.